datës 24 gusht 2026. Një ditë të mbarë, javë të mbarë ju uroj, dhe ka për qenë nuk e diskutoj, nuk e vënd dyshim për 1000 arsye. Sepse pikërisht kjo periudhë është një nga periudhat më të arta në lidhje me ndryshime, lidhje me ndikime, lidhje me vendime sidomos ka të bëjnë në lidhje me punën, por megjithatë ka diçka shumë pozitive, sepse puna, karriera, vendimi që merren duket se ka një ndikim favorit për juve dhe ndikimet që kanë bënë përsa përket kësaj dite, është një ditë shumë e mirë dhe shumë pozitive për gjëra që doni, për çështjet që ju keni dhe momentet që vinë. Në lidhje me këtë ditë kaq të rëndësishme të fillim javës, duket se është shumë e veçantë. Dielli sapo ka hyrë në Virgjëresht dhe kërkon rregull, ndërsa Mërkuri në fund të luanit aktivizon Lilith, hënën pra, hënën e zezë, duke sjell me fjalë më të mprehta zbulime, provokime, mendime të fshehura, krenari dhe jo vetëm. Dalin në mënyrë më të madhe, për ne duhet pasur kujdes nga këto gjëra. Fjala mund të ndriçojë, por edhe mund të ndezin zjarrin. Duhet shumë kujdes në komunikim, sepse mund të prishim shumë ekuilibra. Mërkuri në luan flet me krenari, me zemër, me nevojë për të dëgjuar. Hëna e zezë shton instiktin, rebelimin, të pathënat dhe hijen e refuzimit, për të qenë e kontrolluar. Kur këto energji bashkohen ose aktivizohen, mund kemi biseda shumë të forta, deklarata provokuese, ndikime të mëdha, momente të papritura, kujdesi dhe mundësi, por rreziku është të teprimi, egoja kërkohet vëmendje. Një e vërtet mund thuhet në mënyrë që jo aq të ashpër sa të humbim qëllimisht që neve kërkojmë. Mund të ndikuar janë luani, ujori, demi, akrepi të 10-3 dhe ndikime që kanë bërë shenjat fikse për luanin që lidhet me zërin personal, atë që kërkojnë të ofrojnë. Për ujorin, marrëdhënie me partneritetet, për demin, për familjen dhe shtëpinë, për akrepin, për karrierën dhe reputacionin. Shenjat fikse duhet të kenë kujdes me fjalët që flasin në publik, sepse do t'ju duhet për ndryshimin e punës më shumë do thotun, sepse ka një kuptim tjetër kjo, dhe ndryshimet janë të mëdha, nga njëra anë kërkohet mundësi, nga ana tjetër kërkohet vendosmëri, e kështu me radhë që ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë, prandaj kërkojmë më mirë të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Për karrierën, dhe një ndikim që ka të bëjë një intervistë